Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori. Përshëndes, jemi në episodin e podcastit Më Thuaj, i cili është në kanalin e YouTube-it në emrin tim Mirela Milori. Ju mund të bëni subscribe në çdo moment në mënyrë që videot tona t'i shohin sa më shumë njerëz. Ditën e sotme kam kënaqësinë që të kem në podcast Blerina Tomën, psikologe, një mikeshe hershme. Mirë se erdhe Bela, shumë kënaqësi që të kam në studio. Kënaqësi gjithmonë të jem në studiot e tua, Mirela. Do të flasim sot në fakt për një temë që i shqetëson shumë njerëzit, pasi dëgjojmë në problematik. Kam ankth, ai vuan nga ankthi. Çfarë është ankthi në fakt? Çfarë gjendje është ankthi? Është ajo gjendje që s'marr dot frym, nuk e di çfarë kam, nuk e di si përkufizohet. Në fakt, dua të bëj një diferencë, sepse në jetën e përditshme njerëzit bëjnë një lloj shkëmbimi midis fjalës kam stres dhe kam ankth, dhe nuk është shumë e qartë në të kuptuarin e njerëzve në përditshmëri. Stresi është një element në një përqindje të caktuar i shëndetshëm, sepse është një mekanizëm që na ndihmon neve të përballemi me stresorë të jashtëm të jetës së përditshme. Në momentin që ne kemi një situatë që duhet të veprojmë, të marrim një vendim, të bëjmë një veprim apo të angazhohemi diku, në organizëm çlirohet një hormon, ai i famshmi, njerëzit tani lexojnë sepse informacioni nëpër media është i aksesueshëm nga të gjithë, është ai i famshmi hormoni i kortizolit. Pra, në trup ndodh një reakcion hormonal dhe ne kemi një sasi më të madhe hormoni stresi, kortizol dhe adrenalin. Në momentin që ne përballim situatën stresante ose kalojmë atë vështirësinë ose arrim ta bëjmë detyrën me të cilën jemi angazhuar, organizmi në mënyrë të mrekullueshme e sjell këto nivele hormonale në nivele të shëndetshme. Pra, ulet. Ndodh nëse ky nivel i lartë hormonal në organizmin e njeriut do jetë për shumë kohë, shumë gjatë. Atëherë ne do futemi tek ai koncepti ankthit. Po dëgjoj shpesh për shembull se dua ta bëj të thjesht. Nuk flet natën, del gjumi kam ankth. Për shembull, po pse do del gjumi natën? Ka vuar nga pagjumësia. Çfarë ke? Se ç'kam një ankth. Ngrihem, më rre zemra shumë, kam ankth. Po pse ka ankth? Ke ndonjë problem? Jo, nuk e di, po truri se si punon. Çfarë ndodh tani? Në ndryshim nga situatat e stresit, ku në organizëm njerëzit ndjejnë një lloj tensioni, një lloj ndjenje alarmi, por janë të fokusuar me situatën, me detyrën që janë duke mbaruar. Në situatat e ankthit kemi një element që ndryshon. Fillon dhe parashikon gjëra, pra individi fillon dhe parashikon gjëra për të ardhmen që i mendon të paarritshme ose fatale. Pra, futet në lojë, në situatat e ankthit, elementi që ne në psikoterapi, në shëndet mendor, i themi elementi kognitiv. Pra, ti këtë gjendjen tënde fillon i jep një lloj të them interpretimi negativ. Kam një ndjesi të keqe në trup, diçka e keqe do më ndodh. Ose kam një rraje të shpesh të zemrës, mos kam një sëmundje, mos më ndodh një gjë. Ose pret një gjë në punë ose diku dhe thua kam parandjen të keqe, nuk do ndodhi kjo mua, nuk do bëhet. Pra, në momentin që futet elementi i të interpretuarit negativ, pra të një ngjarje që do ndodh në të ardhmen me konotacion negativ, atëherë jemi në një situatë ankthi. Njerëzit zakonisht e mbartin këtë gjendje për shumë gjatë. Dhe vjen një moment që pastaj kalojmë në një shkallë tjetër që janë çrregullimet e ankthit. Tani, ankthi, do të thënë ka njerëz që janë të prirur për të qenë ankthios apo fitohet? Në kuptimin që ti është rrethana që do dikton të bëhesh me ankth. Ka njerëz që kanë një predispozit genetike për të qenë më të ndjeshëm ndaj faktorëve stresant në jetën e përditshme. Por kjo nuk është një vul e pa diskutueshme, sepse kjo lloj predispozite genetike formësohet në fillim nga ambienti ku rritet fëmia, për mënyra se si ndërveprojnë prindrit me ta,
Dhe sigurisht dhe nga modeli që prindi i transmeton fëmijës. Një fëmijë që është rritur me një nëna ose edhe me një bab që në çdo situatë, o bobo, kjo, o bobo ajo, bobo, do marri modelin që nëse diçka nuk shkon, situata duhet të përballet me një gjendje emocionale shumë shqetësuese. Dhe pastaj sigurisht që janë edhe ato situatat shumë të rënda që ne i klasifikojmë në trauma, pra në qoftë se një individ gjatë rritjes ose edhe në moshë të madhe kalon trauma shumë të forta, siç mund të jenë humbje dhe një personi të dashur apo përdunime apo shumë gjëra, një aksident rrugor, edhe këto mund të shënjojnë atë mekanizmin që është përgjegjës për këto lloj gjendjesh. Tani më thej që mbasi ky ankthi o bobo që kam këtë vazhdon për një kohë të gjatë, shkojmë në një patologji tjetër që ishte çrregullimi. Futemi tek pjesa që është për ne specialistët e shëndetit mendor një diagnozë e qartë e shëndetit mendor. Aty pastaj ka një spektër diagnoza, siç mund të jetë çrregullimi i atakut të panikut, çrregullimi i ankthit të përgjithësuar, çrregullimi fobit sociale, domethënë është një larmishmëri diagnozash që në varësi të simptomatikës që shpreh personi edhe të disfunksionit që ka bërë në jetën e përditshme, ne arrim edhe të i vendosim emrin e saktë. E qartë. Ankthi kurohet me ilaçe apo vetëm me terapi? Atëherë Mirel, është shumë miks për sa i përket mënyrës se si ne e trajtojmë. Ka shumë faktor. Nëse personi arrin të dallojë dhe kërkon ndihmë që në hapat e para, mund të jetë shumë e trajtueshme vetëm me psikoterapi, apo vetëm me disa seanca këshillimi psikologjik, pra pa u futur në këtë mënyrën shumë të teknikat shumë specifike që ofron psikoterapia. Sikurse edhe në rastet e trauma, pra kur shoqërohen me një gjendje shumë të fortë ankthi ose ataku paniku, mund na duhet që në hapat e para të trajtimit një trajtim medikamentoz plus psikoterapi. Është shumë edhe në zgjedhje të personit. Pra ka njerëz që vinë dhe thonë, aman të lutem, dua një ilaç, mjafton që të fle gjumë, mjafton që të kthehem jetës time të dikurshme, të kem ekuilibrat e mia, dhe nuk presin efektin e psikoterapisë, sepse dihet që psikoterapia do disa kohë që të fillojë të japi efekt. Sikurse ka njerëz që thonë, okay, unë kam një gjendje shumë të fortë ankthi, po nuk dua të marr mjekim, sepse kanë ato frikrat e tyre në lidhje me efekt ansor, në lidhje me varësinë që mund të kenë të gjitha. Pra është shumë individuale si zgjedhje. Ama ka disa raste që është specialisti që vendos. Pra, në qoftë se gjendja është për të trajtuar me medikamente, e kuptoj. Nuk duhet të ketë edhe kundërshtim nga pacienti. Dua një opinion si specialiste. Ka njerëz që shkojnë tek farmacisti për të kuruar nga këto çrregullimet. I thon farmacistit, se si jam kështu, i thotë ai merr këtë sa të qetëson. Kjo pastaj që nga fillimet e mia në këtë profesion, sepse unë për 22 vitesh shërbej, domethënë jam në fushën e shërbimeve të shëndetit mendor, ka ndryshuar shumë. Më përpara ka qenë kështu. Domethënë jepej në farmaci një anksiolitik sikur të jepej një paracetamol. Sigurisht që edhe kolegët tanë të farmacistë kanë ndryshuar, është bërë edhe një ndryshim të pjesa pra nuk mund të japësh një medikament shëndetit mendor pa një recetë, pra edhe këto strukturat që kontrollojnë të shtetit kanë marrë një tjetër drejtim për ta menaxhuar si situatë, po sigurisht është një gjë e gabuar. Absolutisht një gjë e gabuar. Sepse mund të shkoj unë dhe mund të shkoj Mirela dhe thot kam një gjendje ankthi, po pas asaj gjendje ankthi është një situatë totalisht e ndryshme në dy individ. Secili ka jetën e vet, stresorët e vet, traumat e veta, situatën e vet aktuale me të cilën po përballet. Dhe okay, po japim një anksiolitik, po dhe ato anksiolitikët janë shumë. Kuptoj. Që në vartësi të situatës dhe të historisë që personi mbart, edhe specialisti psikiatri, sepse është ai që jep medikamentin, nuk është e lejuar nga asnjë specialist tjetër shëndetit mendor që të përshkruajë medikamente, psikiatri vendos cilin anksiolitik, pra cilin mjekim të marr
nga gjitha i spektri i shumë i madh i anksiolitikëve që është sot në farmaci. Pra duhet të këshillojmë vetëm me mjekun dhe mos të besojmë gjërave okazionale apo akute. Kam një ankth, të ndaloj farmaci, më dha këto, më qetësoj për momentin, edhe pastaj ajo mund të jetë varet nga situata me cilën njeriu po përballet, sepse ka në farmaci edhe shumë preparate bimore që ndikojnë, absolutisht ndikojnë, dhe nuk ka asnjë gjë të keqe që edhe farmacisti i përshkruan pas një lloj, domethënë nuk ka asnjë lloj pengese për t'i dhënë, po është ndryshe të kesh një gjendje ankthi sepse janë në rrugë dhe për pak të shtypi makina, ndryshe të kesh një gjendje ankthi sepse je duke përballë një situatë vështirë shëndetësore apo një person i dashur yt ka një problematik. Kjo është në gjykim të mjekut që ta vendos domethënë preparatin që personi duhet të marrë. E kuptoj. Dëgjoj që tek fëmijët, për shembull, dëgjoj që djali ka ankth, ka si frymarrje të shpeshta, apo vajza se çfarë ka. Shpeshherë themi, shikoj një herë këto zhvillimet hormonale, se ndoshta ka filluar puberteti më herët apo etj etj. Të gjitha këto faza të rritjes shoqërohen me ankth dhe është normale, apo prindi duhet të kushtoj vëmendje në një moment caktuar kur diçka është më shumë se sa normale. Ja nuk e di kur duhet bëhet merak një prind, që fëmia nuk është se ka vetëm etapat hormonale apo të përballjeve në shkollë me një gjë që të gjithë mund ta kemi kaluar, por mund të ketë dhe simptoma qoftë të ankthit apo qoftë ndonjë problemi tjetër. Ti çrregullimi më madhor të shëndetit mendor. Një prind e një fëmijën e vet, unë e them gjithmonë, sa po futet në derën e shtëpisë, që nga mimikat e fytyrës e një fëmijën e vet, dhe nuk mund të gaboj instinkti i prindit për sa i përket një vështirësi emocionale që ka fëmia. Dhe nëse kjo gjendje është shumë e shtrirë në kohë, pra fëmia ka një periudhë shumë të gjatë me këtë lloj problematikash. Nëse ka filluar ti vështirësoj funksionimin, për shembull ngrihet në mëngjes dhe thotë unë nuk dua të shkoj në shkollë, një fëmijë që ka vajtur me shumë dëshirë, ose refuzon që të socializohet, ose ka një vështirësi me gjumin, një nga gjërat që ne e vlerësojmë që në seancën e parë është cilësia e gjumit. Pse? Sepse gjatë përditshmërisë, gjithsecili nga ne për shkak të pjesës racionale përpiqemi që ditën tonë ta bëjmë të funksionojë. Në gjumë, pjesa racionale është një gjë që brenda trurit nuk funksionon. Dhe gjithë ngarkesa që ne kemi marrë gjatë ditës ose gjatë një periudhe të caktuar, jep ato çrregullimet e gjumit. Pra ai famshmi hormoni i stresit në gjumë, unë i them gjithë pacientëve të mi, bën valle. Të zgjon nga gjumi, ëndra të këqija, një fëmijë mund të jetë shumë i lëvizur gjatë gjumit, çohet disa herë, kërkon ujë, pra janë disa shenja që janë shumë të pastra fizike që një prind nuk mund t'i gaboj në identifikimin e tyre. Pastaj sigurisht që nëse me fëmijën ke pasur një urë komunikimi dhe ai ndjet i lirshëm ta thotë edhe atë problemin që ka pasur me shoqet në shkollë ose me mësuesët, dhe ti je mbrapsht edhe atë interpretimin tënd, edhe atë mbështetjen tënde, edhe atë pjesën që shikon jam këtu për ty pa asnjë lloj kushti dhe do jem me ty. Të gjitha situatat e ankthit që mund të vinë edhe për shkak të ndryshimeve hormonale, për shembull gocat e kanë adoleshencë pak më të shprehur për shkak të ciklit. Dhe janë pak më të luhatura ndryshe nga çunat. Ajo situacionale, domethënë ajo gjendja situacionale 2-3 ditore e ankthit, për shkak të suportit që fëmia merr nga prindi, fillon të kthehet në normalitet. Nëse është shtrirë në shumë në kohë, pastaj është absolutisht një indikacion për të kërkuar ndihmë të specializuar. E kuptoj. Sa çon në paranojë ankthi? Një ankth i gjatë pastaj mund të çojë në paranojë, mund të çojë në ato gjendjet që për shembull ne hasim njerëz që thua po sikur nuk është ky realiteti, ndërton një realitet ndoshta të shkëputur. Ka të bëjë ankthi me këtë apo është një patologji tjetër kjo? Janë këto shkallët, sigurisht që ka një përshkallëzim. Asnjëherë nuk ka një problematik të shëndetit mendor që ndodh brenda natës. Pra ti ngrihesh në mëngjes dhe je totalisht i çekuilibruar nga parametrat psikoemocional. Ka një përqindje të caktuar të
njerëzve që për shkak të këtij ankthit shumë të madh fillojnë dhe bëjnë një gjykim totalisht jo real të situatës. Kjo për shembull është një situatë, një indikator shumë i qartë për të filluar për të marrë medikamente, sepse është prishur një element shumë i rëndësishëm që është gjykuarit objektiv të situatave. Dhe menjëherë me marrjen e medikamentit ne shikojmë që për një muaj pacienti fillon edhe e rifiton aftësinë për të gjykuar objektivisht situatën. Ndërkohë që ka një pjesë që është një paranojë që lidhet me problematika shumë madhore të shëndetit mendor, domethënë që nuk dua t'i cekim këtu sepse nuk dua edhe njerëzit të fillojnë të kenë frikë që shiko, jam në ankth, mos kaloj në paranoja sepse shpeshherë ma keq interpretojnë këtë gjë, po kur është shumë i lartë ankthi, shumë intensiv dhe për një kohë shumë të gjatë, njerëzit fillojnë edhe humbasin edhe për shembull do të marr një shembull të thjeshtë. Zakonisht shoqërohen me gjendjet e ankthit shoqërohen me raje shumë të forta të zemrës dhe pavarësisht se personi ka bërë kontrolle EKG, konsult me mjekun kardiolog, qëndron fort te besimi që un kam një gjë në zemër, domethënë dhe un po më filloi kjo gjë do vdes. Kur gjendja e ankthit nuk është shumë e lartë, thotë jo, po se nuk do vdes, sepse vajtet e kardiologu kur është shumë e lartë, as këshilla e kardiologut nuk të shërben më për të qetësuar. E kuptoj. Kështu që në këtë kontekst merr pak nuancën e paranojës, pra humbet totalisht kontakti me gjykimin objektiv. E kuptoj. 22 vjet në profesion, ka më shumë ankth shoqëria jon, stres, janë problemet sociale që na shtyn këtu, apo komunikimi munguar njerëzor, çfarë është një miks që shpesh e bën shumë të zymt ditën? Jo se të tjerët të heqin problemin që ke, por ndoshta një kafe, një fjalë mirë ndonjëherë të duket sikur e lehtëson disi, ndërkohë që këtu ka një zymtësi. E kupton ti del edhe shef që te kafja që t'japin, e them shumë shpesh këtë. Që te kafja që t'japin, ta japin një merë atë lekun, pra nuk e di, çfarë ka, pse ka një zymtësi këtu te ne? Çfarë ndodh te ne? Nuk e di, ndoshta mund të jetë jashtë, po ku dëgjon? Unë pak ne has këtu. Në fakt, Mirel, vëzhgimi im nuk është statistikor, është empirik. Shoqëria jonë është shumë e traumatizuar. Është trauma ajo që është në themel të çdo problematike të shëndetit mendor. Dhe është një gjë që po flitet sidomos dekadën e fundit në çdo organizim, konferencë, workshop që bëhet në rrethet e profesionistëve të shëndetit mendor. Dhe kur them traumë, nuk është ajo trauma që gjithë njerëzit mendojnë, pra kjo ngjarje shumë e vështirë, një gjë e papritur, po janë që nga marrëdhëniet e atashuara jo shëndetshëm me prindin që ditën e parë që vim në këtë botë, dhe të gjitha strukturat jo suportuese që njeriu përball. Çfarë ndodh? E lë sistemin nervor në një gjendje pasigurie dhe hormoni i stresit i lartë mbi nivelet normale në sistemin nervor të njeriut në mosha shumë të vogla e bën që ti të jesh shumë më i predispozuar të bësh probleme me ankthin, probleme me humorin, depresionin, deri në përshkallëzime shumë më të komplikuara si që janë çrregullimet e personalitetit. Pra, në themel të çdo problematike të shëndetit mendor është trauma. Tani. Ne jemi në një brez që kemi 22-26 vjet punë, pra kemi mbi 20 vjet punë dhe secili nga ne mund të ketë një ekspertizë. Por ka të tjerë që janë të rinj, ka të tjerë që janë mosha shumë si për nesh, dhe unë dua të flas pak të bëj avokaten e djallit, dhe e ndjej që do më mirë kuptoni të gjithë. Dhe përballë ka një njerëz që thotë, po këta me këto trauma ç'kan këta? Se trauma kemi pasur edhe ne. Edhe kur vjen puna kemi rritur fëmijë, kemi kaluar gjëra, kemi kaluar probleme. Nga na dolën këta të brishtët me këto trauma, edhe s'po I kalo kanë dot këta?
Sigurisht që ne të brishtët i kalojmë, sepse çdo ditë ngrihemi, punojmë, përpiqemi të rrisim brezin pasardhës, të orientojmë fëmijët tanë, po e kam në mendje prindrit tanë, në fakt. Po është një brez që e thon të gjithë. Që nuk e di se çka kemi rritur, se që keni shumë të lodhur. Të lodhur, të dobët, që është kjo s'mbani do të ngarkes. Por është një fakt e këto janë, më thënë, faktor të mbledhura nga kërkimet, jo shumë në ambientin, do të thënë në shoqërinë shqiptare, por gjithë informacioni që unë marr janë nga organizata të huaja, që ne jetojmë në një kohë ku stimuli, stresi, informacioni, pasiguria në vinë nga të tëra drejtimet. Pra, në qoftë se më përpara prindrit tanë dëgjonin vetëm RTS-n, dëgjonin një version dhe ai versioni ishte një çik i zbukuruar. Tani sapo ngrihesh në mëngjes, merr telefonin dhe ti dëgjon se sa të vrarë janë në Gaza, dëgjon se si është rritur ajo vështirësia për të përballuar jetën, pra papunësia, numri të papunëve, një vrasje familjes, krimi etj. Apo në qoftë se do kthehemi te brezi gjyshërve tan, që ti ishe brenda një komuniteti shumë të vogël, edhe lajmi një vdekje do duhej disa ditë për të ardhur, qoftë edhe nga fshati afër, kjo gjë nuk ndodh në ditët e sotme. Pra, që sa ngrihemi në mëngjes kemi një bombardim në kuptimin e vërtet të fjalës, me një stimul pasigurie të jashtëzakonshëm. E qartë. Si të mbrohemi, si të ruhemi nga këto shigjetat kështu që vinë? Atëherë. Mandrat që ka secili. Do bëjmë pak si prindrit tanë, në fakt. Duhet të marrim ca modele që kanë qenë shumë të shëndetshme. Duhen minimizuar këto rrjetet sociale, është bërë një problem ndërkombëtar. Madje në disa shtete po mendohet që disa shtete është marrë, domethënë është vendosur rregull i pa diskutueshëm që fëmijët deri në moshën 18 vjeç nuk duhet të kenë një telefon me vete në shkollë, në ambientet e shkollës. Po bëhen fushata të tëra ndërgjegjësimi për prindërit që të kufizojnë fëmijën ndaj rrjeteve sociale, përdorimit të llojeve të ndryshme të aplikacioneve ku futen, po kjo është një rregull që duhet ta zbatojmë dhe ne të rriturit. Pra, e kuptoj. Një kufizim në i qëllimshëm, i vetëdijshëm ndaj këtyre stimujve që pa diskutim i kemi që sa ngrihemi në mëngjes. Ne kemi dhe një gjë shumë ndryshe, Mirele, ky është konstatimi im në fakt, dhe uroj që ta kem të saktë. Në ndryshim nga gjyshrit tanë që punonin fizikisht, që në mëngjes, edhe prindrit tanë, në fakt, kanë pas një jetë fizike shumë aktive, është thjeshtësuar jeta në disa gjëra praktike, sepse kemi elektroshtëpiake në shtëpi dhe nuk ndryshimin në aspektin fizik, ne nuk punojmë njësoj si prindrit tanë, por ka qenë një stil jete shumë i shëndetshëm, sepse ty të duhej të punoje dhe të ishe aktiv nga mëngjesi deri në darkë. Në ndryshim nga ne që rrim nga mëngjesi deri në darkë. E qartë, ulur në makinë etj. Tani, dua të kem një përgjigje dhe përgjigje prindërve që na thonë jeni të brishtë, të lodhura që jeni jo kështu, dhe tani kemi fëmijët tanë përballë. Se jemi brezi mesit, që them, do prindërojmë prindrit tanë në mënyrë tradicionale, por nuk dim si do na prindërojnë ne fëmijët tanë. Pra ne jemi muri që dajmë dy epoka, brezion plus minus, një 5-10 vjeçar është. Fëmijët tanë që ne mund t'ju flasim, por 50, 80, 70, ka dhe fëmijë që janë 100% në këtë botën virtuale. Pra jetojnë në një thuajse dimension tjetër. Ankthi ju jep një film, një koment, një raport i ndërtuar këtu në rrjetin social. Dhe ti sado që përpiqesh ndonjëherë të hysh, edhe ti tregosh që jeta e reale është këtu, ndërtoj ta i muri pa dukshëm, futet në dhomën e tij dhe ti je i pafuqishëm për të hyrë. Çfarë ndodh, si duhet ndërtuar ky raporti tani, në mënyrë që
sepse është një gjenerat tjetër, është krejtësisht një gjeneratë ndryshme, por duhet ta mirëkuptojmë ne. Absolutisht, dhe ne duhet të përshtatemi ndaj kërkesave që kanë ata në këtë fazën e rritjes së tyre. Unë kam një besim personal dhe profesional që në qoftë se prindi të mbajë një urë komunikimi me fëmijën sado të vështirë në faza të caktuara, këtu i referohem adoleshencës, sepse ajo është pjesa dhe më e vështirë gjatë rritjes. Kjo urë komunikimi patjetër që do të çojë në një moment ku ti me fëmijën në komunikim do kesh një ekuilibër. Duket klishe kjo, Bela. Duket klishe. Të Gjithë thonë ura e komunikimit. Përpiqesh ti të ndërtosh urën, po ura ka dy këmbë. Ka dy anë. Ura në brezin e sotëm i mbaron punimet në moshën 25-26 vjeç. Dhe do ta shpjegoj nga ana neurologjike. Ndryshimet që fillojnë të ndodhin neurologjikisht në adoleshencë i mbarojnë punimet në moshën 25-26 vjeç. Dhe unë kam pacient për shkak të kozjatjes shumë të shtrirë në profesion që kam filluar të ndjek në moshën 15-16 vjeç dhe vazhdoj ndjek në moshën 25-26 dhe shikoj që në këtë moshë kam filluar futen në një fazë më të ekuilibruar. Jo se unë si profesioniste kam bërë në një mrekulli. Mbase edhe kam futur një input pozitiv brenda në sistemin nervor të atij fëmije që janë përpjekur të ndihmoj, po ndodhin ca mrekulli që janë të programuara nga Zoti ose nga natyra. Nga truri i tij. Nga 25-26 vjeç mbyllen të gjitha rindërtimet që truri ka filluar të bëjë në këtë moshë dhe ti shikon që aty është mbyllur dhe ura e komunikimit që ti je përpjekur të ndërtosh. Si prind. Pra duhet edhe deri 25 ne duhet të ndërtojmë këtë urën. Tani unë e them, ne duhet fillojmë të mendojmë që mos të japim të drejtën e votës një 18 vjeçari. Se na hodhin erë. Se nuk është gati. Edhe për shkak të në disa aspekte jeta për brezin e fëmijëve që në rrisim është shumë e thjeshtë. Janë fëmijë që hipin në autobusin në shkollës, në furgon në shkollës, shkojnë në shkollë, vinë nga shkolla, janë ca vështirësi që nuk i kanë hasur kurrë. Biles unë mbaj mend një pyetje shumë të lezetshme të Tim Biri që më tha mami si ja bëni ty kur bin tash. I thash, lageshim, shkonim në shkollë, bënim 6 orë mësim dhe vinim në shtëpi. Sepse i mbirë nuk ishte lagur kurrë nga këpucët në kohën që vende në shkollë. Në këtë aspekt të thash që është edhe ato vështirësitë që ne kaluar na kanë ndihmuar që ato vrullet shumë të mëdha emocionale dhe hormonale që kemi pas në adoleshencë ti kemi pasur në një nivel pak më të ulët. Kështu që kjo është Pra me fëmijën duhet ura e komunikimit. Edhe sikur nga ana tjetër të ketë mur, ti duhet të vazhdosh. Pra duhet të vazhdojmë. Po, dhe këtë do ja u jap një të gjithë njerëzve që do ta dëgjojnë këtë podcast, do jap një këndvështrim nga ana e profesionistit, tashmë jo nga ana e prindit. Duket sikur ajo fjala që ti ke thënë nuk është rezervuar dhe nuk është futur fare në asnjë cep të sistemit nervor, në asnjë neuron të sistemit nervor të fëmijës tënd. Jo, është aty. E shikoj unë si profesionist në seancat që bëj për të suportuar adoleshentin. Dhe vinë dhe thonë, se shiko se mami, nërkohë në shtëpi është ky muri kështu, dera e mbyllur, mos më foli, edhe kur të ha, muri kinez. Dhe kur të mbaroni ju së ngrëni do vi unë të ha ose të gjëra të tilla, dhe në terapi thonë, po se mami kishte të drejtë, se mami më tha kështu dhe kështu. Pra mami mos hiq dorë, mami fol. Asnjëherë. Nuk ka vend as për dëshpërim, as për angst, se çaj ndodhi fëmijës tim, jam e shqetësuar si do i vej jeta jo. E qartë. Vetëm vazhdo të trokasësh në atë derë. Në 25-26 vjeç do hapet. Po presim, Bela, ca vite këtu do jemi, do flasim prapë. Se ne probleme ndoshta s'kemi, po ndërsa flasim, vazhdojnë, shkruajnë, duket sikur s'dëgjojnë, të flasim, ne na dëgjojnë. Po. Absolutisht. Është aty. Është një pasuri që fëmia yt e vendos avash dhe ka me vete.
E kuptoj. Bela, një mesazh, ti ke 22 vite, ke parë, merresh me shëndetin mendor shumë edhe je profesioniste natyrisht. Një mesazh për njerëzit që vuajnë nga ankthi. Është dikush që mund të jetë në fillesa, mund të jetë me patologjinë më të gjatë, mund të ankthi të fillojë të shkaktojë edhe problematika të tjera, sistemi ka rënë, le të themi, deri diku nuk po mbahet më. Një mesazh si profesioniste për dikë që do të dëgjon tani është në ankth. Çfarë do më thotë? Atëre, të parën këshill që kam është mos ta trajtojnë ankthin si armikun e madh, ta trajtojnë si një mik që po përpiqet t'i bëj të ndërgjegjësohen për të punuar me veten. Një njerëz që ka një problematik, ndoshta edhe çrregullim të ankthit, ka një periudhë shumë të gjatë disekuilibri në sistemin nervor për shkak të abuzimit që ka bërë me veten. Një stil jetese jo e mirë, një marrëdhënie toksike, një vendosje kufije jo shëndetshme me njerëzit, lodhje, raskapitje, punë e të gjitha me radhë. Pra është një abuzim që është bërë me sistemin nervor që ka arritur në këtë në vuajtjen që po përballet aktualisht. Kështu që është mënyra e trurit për të thënë, ok, stop. Ti duhet të përkujdesesh për mua. Pra të fillojnë ta shikojnë ankthin si një mik, jo si një armik. Filloi zemra të më rraho bëbo, jo. Është një gjë që të kujton. Ka shumë teknika. Ka shumë teknika. Ka shumë teknika. Mjafton që të filloj logjika të punoj mirë, pra ti thuash vetes që ok, kjo është një gjendje ankthi për shkak të gjithë abuzimit që ti ke bërë me sistemin tënd nervor, me veten tënde. Dhe nuk është një gjë që është vdekje prurse, nuk është një gjë që do të shoqërojë të jetën tënde, pra interpretimi i saktë, sepse të thash në fillim Mirel, është mënyra se si interpretohet që bën dallimin midis stresit dhe ankthit. E kuptoj. Kështu që dhe pasi është futur në lojë logjika, ti mund të merresh shumë mirë edhe me stabilizimin e hormonit të stresit në nivel fizik. Pra mund dalësh të bësh një xhiro të gjatë, le të jenë enët plot, le të jenë rrobat pa e kurosura, le të jenë gjërat që ne vrapojmë çdo ditë për të bërë. Shumë e rëndësishme shëndeti se sa çdo gjë që ne bëjmë në përditshmëri. Kështu që kjo është një thirrje sistemi nervor për të thënë ti duhet përkujdesesh për mua. Nuk është armiku. E kuptoj. Kjo është e para, e dyta. Çrregullimet e ankthit ose gjendjet e ankthit, po edhe çrregullime të mirëfillta, pra diagnoza të mirëfillta janë 100% të trajtueshme. Mund të jenë me terapi, mund të duhet një terapi medikamentoze, psikoterapi, thjesht medikament, thjesht psikoterapi. Kjo është një gjë që vlerësohet në momentin që ti ke një kontakt me profesionistin e shëndetit mendor, po janë 100% të rikuperueshme. Dhe kjo është një fjalë që unë e them me garanci për shkak të kohës së gjatë që kam në këtë fushë. Kështu që mjafton në një moment të fillojnë të mendojnë për veten e tyre dhe të trogasin në derën e duhur. E mbyll me një gjë se më the duhen raporte toksike. Tani këto toksinat i kemi ne, se do s'do ke toksinë në shoqëri, ke toksinë punë, ka toksicitet. Këto toksinat i largojmë të gjitha, apo s'duam do t'i kemi aty. Me toksina do vendosim një kufi. Nëse njeriu mëson të vendos kufirin e shëndetshëm, pra punën ta konsideroj punë, mos ta konsideroj se shikoj se mua nuk më dhan vlerësimin e duhur dhe nëse nuk ndihesh i vlerësuar financiarisht apo edhe për efikasitetin në punë, merr masa për të kaluar në një ambient tjetër, por kjo nuk do të thotë që ti duhet fillosh të dëmtosh veten sepse një X shef ashtu është në ato kushte dhe nuk ta jep atë vlerësimin. Kështu që me toksinat ne vendosim kufi dhe ne mësojmë të bashkëjetojmë. Që nuk ish mangim tot 100%, kjo është. E qartë. Pra të bëjmë një bashkëjetesë sa më të qetë. Bela, unë të falenderoj shumë. Blerina Toma është psikologe prej 22 vitesh. Aty të subscribe-i, ju do të keni natyrisht edhe adresën time të emailit. Nëse doni të kontaktoni me Blerina Tomën, patjetër mund të kontaktoni përmes meje dhe i gjeni, ajo është dispozicionin tuaj. Unë të falenderoj shumë se këto ishin këshilla shumë të vlefshme, në fakt, falas për të gjithë ata që na ndjekin. Faleminderit Bela. Unë do ta bëj me shumë kënaqësi sa herë që do më ftosh Mirel. Faleminderit. Miq, takojmë në episode të tjera. Mirupafshim. Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori.